Ka nisur Kreshma e Madhe që është periudha më e rëndësishme në kalendarin ortodoks para Pashkës, e cila është një festë fetare e rëndësishme për besimtarët e krishterë, që simbolizon ngjalljen e Krishtit. Atgori thekson se mesazhi i Kreshmës është një ftesë për përtëritje shpirtërore për besimtarët ortodoks lushnjar dhe jo vetëm, dhe ndihmë për njerëzit në nevojë. Ai uron të gjithë besimtarëve kreshmim të mbar dhe sa më të lehtë. Mesazhi i Kreshmës në traditën e krishterë është një ftesë për një përtëritje shpirtërore të gjithë besimtarëve. Qëllimi është edhe jo vetëm heqja dorë dhe privim nga disa ushqime, por një vetë disiplinim në vetvete gjithsecili. Kjo ka të bëjë me pastërtinë shpirtërore, njëkohësisht edhe refleksioni tek gjithsecili për njerëzit të cilët, besimtarët të cilët nuk kanë pasur mundësi. Nuk kanë pasur mundësi në jetën e përditshme të konsumojnë këto ushqime, siç janë mishrat edhe bulmetat. Ndaj edhe neve duhet të përgatitemi shpirtërisht edhe moralisht. Nuk është qëllimi që ne të i rezervojmë ose të kursejmë këto ushqime, sepse nuk kemi kryer asgjë në lidhje me përgatitjen tonë shpirtërore, por duhet jemi ndihmues, siç e thamë edhe më përpara, të dhurojmë atë të tepërt të cilët kemi ne tek ata të cilët nuk kanë mundësi të sigurojnë në ushqimin e përditshëm. Ky është dhe qëllimi. Sigurisht kjo është një përgatitje prej disa javësh, vjen gradualisht deri në periudhën e Pashkës. Pra ne duhet shkojmë në ringjalljen e Krishtit sa më të pastër shpirtërisht, sa më të devotshëm dhe të reflektojmë sa më shumë dashuri tek njerëzit në nevojë. Dhe desha ti uroja nga zemra gjithë besimtarëve kreshmim të mbar edhe sa më të lehtë. Kreshma zgjat deri në kremtimin e Pashkës ortodokse më 12 prill.